Mariglen, të përshëndes. Të përshëndes, Aida. E nisim pak me protestën. Si që dim, ditën e djeshme u zhvillua protesta e Partisë Demokratike, parlamenti shqiptaro-parlamentar, foltoria shqiptaro-parlamentare i queti Zoti Berisha, dhe për momentin strategjia e tyre sa i përket protestave është se do të jetë e përjavshme. Çdo javë, sa herë që të ketë seancë parlamentare, Partia Demokratike ndërkohë do të thrasë qytetarët dhe me deputetet e saj, do të jetë edhe përpara kryeministrisë me atë foltoren. Duhet theksuar se nuk ka një vendim ose nuk është se do të bojkotojnë punën parlamentare edhe atë ditë që do të ketë protesta, por do të jetë një kombinim pasi opozita pretendon se majoranca i ka hequr mundësinë e të shprehurit ose i ka kufizuar lirit e opozitës sa i përket të drejtave që i jep kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit për të bërë jetën parlamentare ashtu siç atë duhet dhe e kërkojnë ata, kanë zgjedhur edhe një lloj dritare, po them edhe protestën me qytetarët para kryeministrisë për të folur për çështjet që ata mendojnë. Ditën e djeshme në fakt ajo që ka marrë, po them deri diku edhe një lloj vëmendje është fakti për pjesëmarrjes, për sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në protestë, ku duhet theksuar se ishte ndër më të ultat, po them nëse do t'i krahasonin me ato kombëtare, me protestat kombëtare, por nga ana e drejtuesve të Partisë Demokratike si në retorik publike, por edhe nga ato çfarë kemi komunikuar, argumenti është se kjo pjesëmarrje lidhet me faktin se nuk kemi të bëjmë me një protestë kombëtare, është një protestë ku ishin mobilizuar pjesërisht sipas tyre vetëm strukturat e Tiranës dhe qëllimi ishte jo thjesht pjesëmarrje sepse nuk do të kemi një protestë kombëtare, por një lloj foltore të radhës pra për të komunikuar. Kjo foltoria, çfarë qëllimi ka në vetvete? Ta kuptojmë pak, përveç mbledhjes atyre që janë pjesë ose rrethi i ngushtë i Partisë Demokratike. Çfarë qëllimi ka kjo foltore? Si qëndresë? Pikërisht qëndresa, kjo ka ideja e fillestare e kësaj Aida, lindi se për shkak se që nga 12 shtatori, kur ka qenë seanca e parë e konstituimit të kësaj legjislature, të këtij sesioni parlamentar, parlamenti është mbyllur para kohë me kërkesë të majorancës, duke e akuzuar opozitën si një parti e pa disiplinuar në parlament, duke shkelur edhe etikën apo rregulloren e parlamentit. Opozita pretendon të kundërtën, sepse sipas tyre majoranca po i cenon të drejta që ja jep kushtetuta dhe në këtë konflikt të hapur kanë gjetur edhe menduan ato kohë edhe alternativën pra për të patur një lloj kuvendimi popullor, po e themi, me qytetarët para kryeministrisë, pasi sipas Zotit Berisha, kryeministri Edi Rama është trumbullari të gjitha, domethënë, problematikave të kësaj qeverie, sa i përket dosjeve korruptive të cilat janë denoncuar ose janë zbuluar nga prokuroria e posaçme, po ashtu edhe për ligjin për barazinë gjinore, e cila ishte një ndër arsye e protestës së opozitës ditën e djeshme, po ashtu po prapa opozita bën me faj për këtë çështje kryeministrin Edi Rama, po ashtu edhe për sjelljen e parlamentit, pasi sipas tyre është kryeministri Edi Rama që i delegon urdhrat e tij fillimisht te kryetari i grupit parlamentar dhe zoti Taulan Balla dhe ky i fundit pastaj ja delegon këto urdhra kryetarit të parlamentit. Është diskutuar shumë pjesëmarrja e ulët. Nuk ishte qëllim të thonë nga Partia Demokratike dhe tjetra. Ka disa zëra të cilët thonë që nuk kanë qenë dakord me këtë foltore të dytë ose me këtë rikthim në protestë, nëse mund ta quajmë kështu, sa e vërtet është? Jo,
Për sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve, argumenti që ose justifikimi që kanë drejtuesit e Partisë Demokratike është fakti se është një protest spontane, pra nuk është një protest kombëtare sipas tyre, por është një protest qëndrueshmërie, pra duke ndjekur modelin sipas e tha edhe zoti Berisha mbrëm në fjalën e tij, është modeli i bashkisë i protestave të vazhdueshme tek Bashkia e Kryeqytetit, e cila sipas tyre e arriti rezultatin duke e çuar Erion Veliajn prapa hekurave, duke mbajtur përgjegjësi për veprat që ai ka bërë, dhe po ashtu përmes të njëjtës strategjisë sipas të zotit Berisha do ndiqet edhe për kryeministrin Edi Rama, dhe në argumentimin e tyre thonë që është një protest lokaliste, pra po them duke angazhuar vetëm një strukturat e Partisë Demokratike, pa sjell qytetar nga rrethet, apo pa bërë thirrje dhe angazhim apo organizim të mirëfillt për të thirrur edhe qytetarët, pasi sigurisht një rol të rëndësishëm në organizimin e këtyre do të Java e ardhshme është pritet që të ketë sërish ditën kur do të ketë parlament. Neve praktikisht kemi nesër një seancën e radhës parlamentare, por për këtë javë protesta u thirr ditën e dieshme, dhe sepse Partia Demokratike eci me idenë që sa herë që ka javë të gjelbër, kryesisht seancat parlamentare bëhen të hënën, ndaj edhe në atë kohë mori vendim që protesta e parë e nisjes së kësaj qendrese të ishte të hënën, ndërsa protesta e radhës do të jetë kur të jetë seanca tjetër. Ndërkohë, sa i përket Aida pyetjes tjetër që më bërë për se nuk kanë qenë të unifikuar, duhet të sqaroj se mungesa unifikimit të deputetëve dhe kryesisë në Partinë Demokratike ka qenë vetëm për faktin se është pashedhur ideja e bojkotit të punës në parlament, pra që të bojkotonin punën në parlament dhe të ndiqej vetëm kjo rruga e revoltës, po them, në rrugë dhe përmes protestave. Këtu kanë qenë të ndarë dhe shumica, duhet të theksoj këtu, ka qenë kundër kësaj formule, sepse sipas tyre ka qenë provuar, ka qenë testuar një herë një gjë e tillë dhe nuk ka pasur një rezultat pozitiv. Shumica e deputetëve të Partisë Demokratike e shohin parlamentin dhe kryesinë e kuvendit përmes komisioneve si dritaren më kryesore të opozitës për të bërë oponencën e saj dhe për të komunikuar me qytetarët përmes mediave dhe projektigjeve që diskutohen në kryesinë e kuvendit, ndaj edhe kanë refuzuar, nuk e kanë dashur një formulë të tillë për të, ndërsa sa i përket protestës, sipas të gjitha informacioneve që kam, jo vetëm deputetët, por edhe kryetarët e bashkive, ato pak që ka Partia Demokratike, por edhe kryetarët e degëve të Partisë Demokratike kanë qenë të unifikuar në këtë ide për të patur një përshkallëzim të sjelljes së tyre politike. Dhe në fakt drejtues të ndryshëm të Partisë Demokratike, leadershipi po them, kanë paralajmëruar se aksioni i tyre do të jetë i formave të ndryshme, jo vetëm thjesht në po them protesta që do të bëhet ditën e hënë, po mund të ketë edhe në parlament sjellje tjetër. Duhet të theksoj dhe duhet të sjell në vëmendje këtu se në orën 14 ditën e sotme do të mblidhet kryesia e Partisë Demokratike për të bërë një rezume të asaj çfarë ndodhi ditën e dieshme në protestë dhe për të marrë vendime sa i përket aksionit që do të jetë në ditën në vijim e kombinuar midis protestës edhe në parlament. Tani, të ndalemi pak te komisioni i zgjedhores. Sigurisht që sot mund të jetë ndoshta një çështje e cila mund të jetë teknike, por gjithsesi ka rëndësinë e vet. Po lexoja që ka disa zëra të cilët edhe brenda Partisë Demokratike janë të qartë çfarë kërkojnë sa i takon pra ndryshimeve të mundshme. Megjithatë, çfarë lexojmë deri tani? Çfarë kuptojmë deri tani? Cilat janë sinjalet? Çfarë do duan të bëjnë?
Shiko, sa i përket mbledhjes së parë, sot do të kemi, po them, zgjedhjen e sekretarëve dhe po ashtu ndihmësave ligjor që do kenë secila palë. Pra është një mbledhje totalisht teknike, por që zakonisht ka ndodhur që edhe në këtë mbledhje kanë pasur debate sa i përket pse ti një edhe ti dy eksperta apo kështu me radhë. Ndërkohë, në aspektin makro, duket se kemi një lloj konsensusi për një fakt, sepse që të dyja palët bien dakord që të kemi një numër më të vogël të deputetëve të cilët zgjidhen nga populli. Kryeministri Edi Rama ka thënë në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste muaj më parë se mund të shkojnë në ndryshime kushtetuese dhe të bëjnë që parlamenti të jetë me 101 deputet, ndërkohë që zoti Berisha ka deklaruar që Partia Demokratike ka një ide të kahershme që parlamenti të bëhet me 2 dhoma, që numri deputetëve të cilët zgjidhen me vot të jetë 100 deputet, pra të ullet nga 140 në 100, por Partia Demokratike ka dhe aspektin tjetër që thotë të jetë dhoma 2 e senatorëve, ku do të jenë deputetët që kanë më shumë mandate dhe që kanë eksperiencë parlamentare, të cilët sipas si funksionimit të kësaj mënyre do të jenë më të orientuar drejt ligjbërjes, ndërsa pjesa tjetër do jetë për kontaktin me qytetarët. Pra, në këtë kontekst, duket se ka një lloj pik takimi midis dy palëve dhe përderisa kanë pranuar që të ulen në atë komision, kanë pranuar edhe, po them, barazin, sepse janë me bashkëkryetarë dhe me numër të barabartë antarësh, duket sikur ka një lloj konsensusi për të arritur me një produkt. Partia Demokratike në fakt më herët ka pasur kusht kryesor aida që të rikthehen edhe koalicionet me formulën e kaluar, pra të mëparshme dhe jo sipas kësaj formule, por nga ana tjetër ulja numrit të deputetëve me pjesën e koalicioneve duket sikur janë dy teori që nuk shkojnë me njëra tjetrën, sepse nëse do të kemi një numër më të vogël deputetësh të cilët zgjidhen nga qytetarët, atëherë kjo përkthehet në automatikisht që për të prodhuar një mandat do të duhen shumë më shumë vota se sa duhen aktualisht për të nxjerrë një mandat deputeti. Dhe partitë e vogla sigurisht e kanë më të vështirë një gjë të tillë. Dhe me pjesën e koalicioneve pastaj, sepse duket që të dyja palët partitë e mëdha përmes kësaj formule i kanë alergji partitë e vogla të cilët dalin rishtazi ose kanë vite që funksionojnë, por që kanë betur në atë status quo e tyre për numrin e deputetëve, po them. Dhe në këtë aspekt, këto janë dy ide që nuk konvenojnë midis njëra tjetrës. Megjithatë, mbetet për të parë dhe do të diskutohet dhe ajo çfarë është e pritshme është se sigurisht ajo drafti i parë paraprak që kanë partitë është rekomandimet e OSBE-dit që vinë gjithmonë për depolitizimin e administratës zgjedhore dhe rekomandimet të tilla sa i përket sigurisë së votës. Megjithatë, me këtë piknisje gjithmonë nisin reformën zgjedhore, por këto mbesin më pas në plan të dytë ose nuk preken fare, siç është edhe evidentuar nga OSBE-ja. Faleminderit, Marile. Me kënaqësi.